Tirana përmbys Skënderbeun dhe fiton Kupën e Shqipërisë në shtëpinë e Skënderbeut, finalen e feston Tirana. Skënderbeu në volejboll për femra është mundur nga Bardhë Blut me rezultatin 2-3 në sete. Një përballje me shumë emocione, ka qenë ndeshja finale e kupës që u luajt për afër 2 orë në Pallatin e Sportit Amara Nikola, ku pavarësisht mbështetjes së tifozërisë korçare, vajzat e drejtuara nga Orlando Koja nuk ja dolën të ngrenë trofeun. Skënderbeu fitoi setin e parë 25-16, humbi të dytin 15-25, fitoi të tretin 25-17 dhe u barazuan të katërtin, teksa u mposhtë 18-25 me pikë. Tirana u tregua me sakt në setin final të kësaj finaleje, duke mposhtur Skënderbeun 11-15 dhe në fund festoi në Korçë. Mbas ndeshjeve vështirë dhe janë shumë gjëra që nuk shkuan, ashtu siç e parashikuar, kështu që është një humbje që na dhem shumë se kishim përgatitur mirë ndeshjen, kështu që tash ato Tirana bëri ndeshjen e saj, neve patëm shumë probleme, u pa dhe nga mënyrat që ndryshum çdo set ndryshum formacion. Kështu që merit fituesve, s'kemi çfarë themi tjetër. Ishim përgatit për këtë kupë, pavarësisht se u realizu dhe u bë në Korça, po Korça e meriton që të bëjë të tilla kupa, për arsye se edhe ekipi i Korçës ishte shumë afër kësaj fitore. Nuk ishim vetëm ne, por lufta sportive. Mund të thuash ku e sulmove Skënderbeun? Ku e sulmova nga fundi, fitova me blok. Nga fundi, jo nga fillimi. Nga fillimi e fitova dhe me sulm. Gjithmonë kam qenë më e mira besoj, sensi shakas. Jam shumë e lumtur për këtë trofe, realisht jemi servitur shumë për ta fituar, dhe aq më tepër me një ekip si Korça, dhe aq më tepër këtu në Korçë, sepse është hera parë, paktën për 28 vjet karrierë sportive që kam unë, Kupa e Shqipërisë të luhet në një vend favorit që jepet pak favorit Korçës. Luhet në fushë asnjëse, nuk e di pse është ky vendim që të vinë 3 ekipe nga Tirana në Korçë, kur gjithë tifozëria është në Tiranë, se është kryeqytet, por gjithsesi mua më vjen shumë mirë që e fituam këtë trofe. Për Skënderbeun, ky është trofeu i tretë i humbur këtë sezon pas atij të ligës Gjergj Kastrioti dhe tashmë i vetmi sukses i mundshëm mbetet fitimi i titullit kampion.